botën vonë, ka i shumë kujtime, dashuri e madh, diku pse rrugë, më tej një park. Pas shumë vite. Kronikën e sotme ja kemi kushtuar një bashkëdhetari që jeton mes nesh këtu në Kanada. Si të gjithë ne që kemi lënë vendlindjet për të kërkuar një fat më të mirë në këtë vend të largët, edhe Rudi ka mall për vendin ku u rrit dhe u formua si artist skenograf. Por nuk janë vetëm kujtimet që e bën atë të marrë rrugën e gjatë të Tiranës për të vënë në skenë një nga kryeveprat e komedisë botërore bashkëkohore. Rudi, si lindi ideja për të bashkëpunuar me teatrin kombëtar në Tiranë? Ishte një ftesë e regjisorit Kastriot Çipi për të bërë skenografinë dhe kostumet e komedijet të Eduardo de Filipos, Cilindri, dhe ishte një ngacmim shumë i fuqishëm. Kështu që lindi një bashkëpunim në distancë me internet, duke lidhur me email, duke diskutuar skicat, programet, duke u zënë si zgjen dy artistë dhe konkluduam në një diçka shumë bukur. Pastaj unë shkova 3 javë në Tiranë për të mbikëqyrë zbatimin e projektit dhe shfaqja ishte një sukses, domethënë prit shumë mirë nga publiku. Garanci për suksesin e shfaqjes ishte padyshim edhe pjesëmarrja e emrave të njohur të skenës shqiptare, si Edi Luarasi, Luiza Giovanni, regjizori Kastriot Çipi, si edhe të madhit Robert Ngrimika. Kemi një muaj e gjysmë, rreth një muaj e gjysmë që punojmë. Në të vërtetë unë kisha punuar edhe herë tjetër me këtë autor, me Eduardo de Filipon, po të them të drejtën më ngacmoi regjizori Kastriot Çipi. Edhe bashkë me Kastriotin edhe fantazia edhe imagjinata fantazia e skenografit Rudi Koçi. E po në fundit ti ke të drejtë. Ç'të keq e ka? Ai nuk shikon dhe nuk dëgjon. Shfaqja, nëse është e suksesshme siç thoni ju, nuk do të ishte e tillë pa dekorin dhe kostumet e mrekullueshme të Rudi Koçit, për cilin mua më vjen shumë keq që nuk ishte në premierë, sepse do duhej që ai vetë dëgjonte fjalët e mira që kanë thënë kolegët mbas shfaqjes. Mund të them se është komponenti më i lavdëruar mbas shfaqjes nga pothuaj nga të gjithë. Nga aktorët, nga skenografët, nga regjisorët që e kanë parë shfaqjen deri dhe që kanë biseduar mbrëmë dhe sot me ne gjithë ditën. Jeni dakord? Unë pres. O shpirti shenjtë, si t'ja bëj? Kjo nuk është vepra më mirë e Eduardo de Filipos, po ai është një mjeshtër i komedisë dhe ngrej një problem social tepër aktual këtu në Shqipëri. Përgatitja e skenografisë së pjesës në fjalë ju dha rastin të punonit me artistë shumë të njohur në Shqipëri. Me çfarë përshtypjesh u larguat për tyre? Largoja përshtypje të shkëlqyera, unë doja t'i përshëndesja të gjithë aktorët e shfaqjes time, janë legjendat e teatrit dhe kinematografisë shqiptare. Robert Ngrimika, Gulim Radoja, Luiza Giovanni, Edi Luarasi, të cilët më kanë ndihmuar jashtëzakonisht, duke qenë puna e parë në teatrin kombëtar, ndërtën jashtëzakonisht afër, më kanë këshilluar dhe largohem gjithmonë me mbresa shumë të mira. Ju keni ardhur në Toronto vitin e kaluar. Me çfarë projektesh, me çfarë planesh? Shpresoj si të gjithë shqiptarët që kanë ardhur në Kanada që të jemi suksesshëm në profesionin tim si skenograf. Duke pas parasysh vështirësitë e fillimit, por mendoj që do të arrijë kësaj gjë. Keni bërë ndonjë përpjekje deri tani për të kërkuar punë në këtë fushë? Kam bërë përpjekje, por profesioni i skenografit është pak shumë i profilizuar, kështu që edhe mundësitë për
për të përfshirë në këtë profesion janë pak vështira, domethënë do kohën e vet.